Në salë janë të pranishëm 113 deputet. Kemi mbetur të pika e 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe vazhdojmë në këtë seancë me këtë pikë. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3 dhe 5 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK, Nisma, nuk kanë propozuar antar të Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimmarrje, andaj ju ftoj që sot t'i propozoni kandidatët. Vazhdojmë me PDK-n. Në radhë është LDK, Lista Serbe dhe AK Nisma. Ftoj deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Në bazë të rezultateve që kemi marrë, më duhet edhe njëherë t'ju kujtoj se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese numri 119, syje për 14, pika 28, i obligon deputetët të votojnë për, votojnë kundër, të abstenojnë, por jo edhe të mos votojnë. Në bazë të atyre që kanë votuar, kemi 56 deputet që kanë dhënë votën për, 1 është kundër dhe asnjë abstenim. Seanca ndërpritet, shihemi me 9 maj në orën 10.